Dashi, sot do të ndjeni luftarak, plot energji për të zbatuar çdo ide që keni në mendje, pa ju dukur agresiv. Në marrëdhënie, pasioni do të digjet me zjarr, ndërsa yjet do të bashkëpunojnë për të formuar një të ardhme më të bukur. Për ju beqarët, një takim i ëndrave do të jetë në horizont, duke ju sjellë mundësi të reja për të filluar një marrëdhënie të re. Në ambientin e punës do të merrni çfarë meritoni, pasi përpjekjet tuaja do të sjellin rezultate të kënaqshme, ndërsa gjendja financiare do të jetë e mirë, megjithse nuk do të jetë në nivelin më të lartë. Demi, sot ndikimi i Venusit dhe Plutonit do t'ju sjellë qetësi, duke ju bërë të vendosur dhe me këmbë në tokë për të realizuar projektet që keni menduar. Nëse jeni në një marrëdhënie, tensionet e kohëve të fundit do të fillojnë të zbehen dhe do të merrni kohë për të menduar para se të flisni. Për ju beqarët, është e rëndësishme të mbani realitetin në mendje, në mënyrë që të shmangni shkënjimet dhe lëndimet. Në punë, do të jeni në lëvizje të vazhdueshme dhe do të shihni arritje të mëdha, ndërsa financat duken të begata, duke ju ofruar edhe mundësi për të përmirësuar situatën tuaj me disa masa të përbashkëta. Binjakët, ndikimi i Marsit dhe Venusit do t'ju mbush me kurreshtje dhe dëshirë për të provuar gjëra të reja. Çdo çast sot do të jetë i ngjyrave të ndryshme, ndërsa në marrëdhënie do të përjetoni momente të lumtura dhe të paharrueshme, përfshirë edhe një surprizë të bukur nga partneri rreth orëve të paditës. Për beqarët, largimi i turpit do të jetë çelësi për të ndryshuar statusin, ndërsa në punë do të zgjeroni horizontet dhe do të keni sukses, madje edhe në nënshkrimin e kontratave të reja. Edhe në aspektin financiar, megjithse mund të hasni sfida të vogla, këmbëngulja dhe maturia do të çojnë në normalizimin e situatës. Gaforja, sot me ndihmën e Hënës dhe Neptunit do të veproni me arsyetim dhe do i vendosni gjërat në rend. Në marrëdhënie do t'i kushtoni partnerit vëmendje të veçantë për t'i përmbushur dëshirat, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë dhe të harmonishme. Nëse jeni vetëm, nuk do të ndjeni mungesë dhe do të merrni vendime të shpejta në ambientin profesional, ku çdo hap do të kryhet sipas prioriteteve. Gjithashtu, situata financiare do të mbetet në gjendje të mirë, falë mbështetjes së pakushtëzuar të familjarëve. Mos harroni të tregoni vlerësimin që keni. Luani, sot do të jetë një ditë sfiduese, e mbushur me shumë pengesa, pasi Jupiteri nuk do të mbështesë drejtimin tuaj, duke mundësuar rrugë të gabuar. Në marrëdhënie do të ndiheni të pavullnetshëm për të bërë përpjekje për përmirësim dhe situata do të mbetet delikate. Për ju beqarët, Dielli dhe Mërkuri do të favorizojnë takimet, kështu që duhet të jeni të vëmendshëm dhe të përfitoni nga çdo çast. Në punë, planifikimi i kujdesshëm do të jetë thelbësor, ndërsa gjendja financiare do të jetë mesatar, prandaj tregoni gjithmonë të matur. Virgjëresha, Dielli do t'ju ndihmojë të qartësoni mendimet dhe t'ju bëjë të gatshëm për të marrë vendime të mëdha, duke bërë që dita e sotme të kthehet në një hap drejt një të ardhme më të bukur. Në marrëdhënie do të ndiheni të ngrohtë, pasi Dielli do të ngrohë zemrat dhe do t'ju motivojë të bëni më të mirën për të dy palët. Për beqarët do të vazhdoni të jetoni një jetë normale, pa kërkuar dashuri në mënyrë të tepërt. Në punë, devotshmëria juaj do t'ju shtyjë për të arritur qëllimet, ndërsa situata financiare do të jetë e shkëlqyer, duke ofruar mundësi për investime të reja. Peshorja, sot nuk do të keni asnjë konflikt me të tjerët dhe humori juaj do të mbizotërojë, duke sjellë një atmosferë të qetë dhe harmonike. Nëse jeni në një marrëdhënie, disa rreze dielli do të ngrohin ambientin, duke forcuar dialogun dhe bashkëpunimin, ndërsa respekti reciprok do të jetë i theksuar. Për ju beqarët, perspektivat do të jenë të mira dhe mundësitë e reja për takime do të shfaqen lehtësisht. Në punë, mbështetja e kolegëve do të ndihmojë që çdo sfidë të kapërcyehet, ndërsa situata financiare do të mbetet e qetë dhe e sigurt për çdo shpenzim. Kjo ditë ju inkurajon të përdorni energjinë pozitive për të ndërtuar një të ardhme të ndritur, duke bërë vendime të menduara mirë në çdo fushë. Akrepi, gjatë kësaj dite do të jeni të logjikshëm dhe të arsyeshëm, duke menduar me thellësi për të ardhmen dhe duke shmangur nxitjet e panevojshme. Në një marrëdhënie do të shfaqni humor dhe dashuri, duke e bërë çdo moment të paharrueshëm për ata që keni pranë. Nëse jeni beqar, do të ndiheni aq të fiksohen sa që do të sëmureni nga mungesa e lidhjes emocionale, duke ju dhënë një mesazh të qartë për rëndësinë e marrëdhënieve. Në punë, mos u justifikoni për veprimet tuaja, pasi ekspertiza juaj do të flasë vetë, ndërsa ekuilibri financiar do të mbetet i qëndrueshëm, duke ju lejuar të bëni investime të mençura pa frikë. Kjo ditë ju sfidon të ndërmerrni masa të menduara mirë dhe të vazhdoni të rriteni në çdo aspekt të jetës, duke krijuar një të ardhme të sigurt. Shigjetari, sot do të ndiheni shumë të zgjuar dhe të përgatitur, duke e menaxhuar me kujdes çdo aktivitet që keni në plan. Nëse jeni në një marrëdhënie, do të përjetoni ndryshime pozitive që do t'ju sjellin harmoni, duke shmangur çdo lloj gënjeshtër që mund të prish lidhjen tuaj.
Për ju beqarët, është më mirë të kaloni pak kohë vetëm për reflektim, pasi kjo ditë do t'ju jap mundësinë të mendoni thellë për çështjet personale. Në punë, çdo sfidë do të zgjidhet me argumente të forta, duke bindur edhe ata më skeptik, ndërsa gjendja financiare do të përmirësohet, duke ju mundësuar edhe ndihmë për familjarët. Kjo ditë ju inkurajon të përdorni mendimin kritik dhe të ndiqni me përkushtim çdo qëllim që keni vendosur për një të ardhme më të mirë. Britsjapi. Edhe pse sot mund të hasni kundërshtime të shumta, do të organizoheni me sukses dhe do të realizoni çdo që mendoni. Nëse jeni në një marrëdhënie, do të keni një klimë të favorshme për dialog dhe mirëkuptim, duke zgjidhur çdo problem të kaluar. Për ju beqarët, ndikimi i Neptunit dhe Uranit do t'ju sjellë takimin e ëndrave, i cili mund të ndryshojë rrjedhën e jetës suaj. Në mjedisin profesional do të jeni të vendosur për të arritur objektivat, pavarësisht pengesave nga ata që ju kanë inat, ndërsa situata financiare do të mbetet e mirë nëse i keni menaxhuar me kujdes çdo shpenzim. Ky ambient ju inkurajon të vazhdoni përpara me besim, duke menaxhuar çdo aspekt të jetës suaj me maturi dhe strategji të qarta. Ujori. Sot do të keni shumë dëshira dhe plane, por disa prej tyre mund të mos realizohen, duke ju bërë të mendoni thellë para se të ndërmerrni çdo hap. Në një marrëdhënie, mos u ngarkoni me pritshmëri të tepërta, pasi ndikimi i Venusit dhe Marsit mund të sjellë tensione dhe debate të vazhdueshme. Për ju beqarët, mundësitë e shumta do t'ju bëjnë të ndiheni të pafuqishëm për të bërë zgjedhje të rëndësishme. Në ambientin e punës, vendimet e kujdesshme do të jenë thelbësore, ndërsa në planin financiar do të hasni pengesa që kërkojnë menaxhim të vazhdueshëm. Kjo ditë ju sfidojnë të merrni masa të menjëhershme për të kapërcyer çdo pengesë dhe për të siguruar që planet tuaja të realizohen sipas pritshmërive. Peshqit. Sot nuk do të keni konflikte me të tjerët, ndërsa humori do të mbizotërojë dhe do të krijojë një atmosferë të qetë dhe harmonike në çdo bisedë. Në një marrëdhënie, disa rrezë dielli do të ngrohin ambientin, duke forcuar dialogun dhe bashkëpunimin, ndërsa respekti reciprok do të jetë në qendër. Për ju beqarët, perspektivat do të jenë pozitive dhe do të keni mundësi të reja për takime, ndërsa në ambientin e punës, mbështetja e kolegëve do të ju ndihmojë të kapërceni çdo sfidë. Në planin financiar, situata do të mbetet e qetë dhe pa shqetësime, duke ju dhënë siguri për çdo shpenzim. Kjo ditë ju inkurajon të përdorni energjinë pozitive për të ndërtuar një të ardhme të ndritur, duke marrë vendime të menduara mirë në çdo fushë të jetës.